Ju përshëndes të dashur miq. Sot do të marrim një pjesë leximi e cila ka rëndësinë e saj sepse duke lexuar pjesë të reja ne kemi mundësinë që të mësojmë fjalor të ri dhe të përshtatemi me mënyrën e artikulimit të fjalëve të reja. Prandaj do t'ju lutesha që pjesët e reja t'i konsideronit si diçka shumë të rëndësishme. Pra, të keni mundësi që ta shkruani pjesën, të shënoni fjalë të reja, të shënoni mënyrën si shkruan, si shqiptohen dhe si përkthehen. Dhe të përsërisni videon apo mësimin 2 apo 3 herë, ndoshta edhe më tepër, ajsa e shihni të arsyeshme që e keni mësuar pjesën lexim përkthim. Kjo pjesë titullohet Morning Routine, pra rutina e mëngjesit. Morning routine. Every weekday, I wake up at 6:30 a.m. Ose, nëse jeni në Amerikë, mund themi at 6:30 a.m. The first thing I do is turn off my alarm and just stay for a few minutes. Then, I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I usually make a quick breakfast, a toast and a cup of coffee. While I eat, I check the news or scroll through social media. Around 7:15, ose around 7:15, pra 7:15 është në versionin britanik. Pra nëse je në Angli, mund ta dëgjosh 7:15 ose 7:15. Dhe nëse je në Amerikë, mund ta dëgjosh 7:15. Nëse ju duhet një mësim për orën, më lini komentin dhe i dërgoj mësimin se si të themi orën, si të tregojmë orën në anglisht. Pra, around 7:15, I get dressed and pack my bag for work. I leave the house by 7:45 and I usually walk to the bus stop. It's about 10 minutes from the office. I like starting my day with a clear plan and a calm mind. Ta përkthejmë. Morning routine. Rutina e mëngjesit. Every weekday, I wake up at 6:30 a.m. Çdo ditëjavë, unë zgjohem në orën 6:30 të mëngjesit. The first thing I do is turn off my alarm and just stay for a few minutes. Gjëja e parë që unë bëj është që fik alarmin dhe më pas thjesht qëndroj për pak minuta. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. Pastaj drejtohem për nga banjoja për të larë dhëmbët dhe të laj fytyrën. After that, I usually make a quick breakfast, a toast and a cup of coffee. Pas kësaj, unë zakonisht bëj një mëngjes të shpejt ose përgatis një mëngjes të shpejt, një bukë të thekur dhe një filxhan kafe. While I eat, I check the news or scroll through social media. Në kohën që unë ha, unë kontrolloj lajmet ose shoh lajmet, ose kontrolloj mediat e mia sociale. Around 7:15, I get dressed and pack my bag for work. Rreth orës 7:15, unë vishem dhe paketoj çantën për në punë. I leave the house by 7:45. Unë largohem nga shtëpia rreth orës 7:45. And I usually walk to the bus stop. Dhe zakonisht eci në këmbë për tek stacioni i autobusit.
It's about 10 minutes from the office. Është rreth 10 minuta nga zyra. I like starting my day with a clear plan and a calm mind. Unë pëlqej ta filloj ditën time me një plan të qartë dhe një mendje të qetë. Atëherë ky ishte leximi dhe përkthimi. Tani nisim që të shënojmë fjalorin e ri. Morning routine. Morning routine. Rutina e mëngjesit. Every weekday, çdo ditëjavë. Atëherë, weekday, ditëjavë. Do t'i shënojmë fjalët e reja, ose të paktën ato që unë mendoj që ka nevojë për përsëritje. I wake up at 6:30 a.m. The first thing I do is turn off my alarm. Turn off my alarm. Pra gjëja e parë që bëj është turn off, fik. Pra kemi diçka që është ndezur, një pajisje elektronike, edhe kur e fikim themi turn off, e fik. My alarm. Alarmi. And just stay. Thjesht rri ose qëndroj. Pra just ka disa kuptime në fakt. Just përkthehet thjesht, sapo. Stay do thot rri ose qëndroj. And just stay for a few minutes. Pak minuta. Then përkthehet pastaj ose atëherë. I head to the. Drejtohem për nga. I head to the bathroom. I head to the office. I head to the supermarket. I head to the cinema. Pra drejtohem për nga. I head to the bathroom. Drejtohem për nga banjo. To brush my teeth. Për të larë dhëmbët. And wash my face. Dhe për të larë fytyrën. After that, pas kësaj, I usually përkthehet zakonisht. Është adverb of frequency, pra ndaj folje që tregon se sa shpesh ndodh një veprim. Kemi mësim enkas dhe për përdorimin e tyre, që vendosen pas kryefjalës dhe para foljes së plot. I usually make a quick breakfast. Një mëngjes të shpejt. A toast. Një bukë të thekur. And a cup of coffee. Dhe një filxhan kafe. While I eat. I check the news. Kontrolloj lajmet ose shoh lajmet. Or scroll. Atëre, nëse po e themi në TikTok, përdor gishtin tregues për të lëvizur videot pra nga poshtë lart, atëre ky quhet procesi ose ky proces quhet scrolling. Pra thjesht kontrolloj këto videot, mediat sociale. Pra scroll është procesi i lëvizjes së videove nga poshtë lart apo nga lart poshtë. Scroll, lëviz videot po e themi. Through përkthehet përmes. Social media, mediat sociale. Around 7:15, përkthehet rreth. Around 7:15,
I get dressed. Get dressed. Vishem. Pra, get dressed. And pack my bag. Pack my bag. Paketoj çantën. And I pack my bag for work. Dhe paketoj çantën për në punë. I leave the house. Leave the house. Largohem nga shtëpia. I leave the house by 7:45. Largohem nga shtëpia në orën 7:45. And I usually walk to the bus stop. Dhe zakonisht eci në këmbë për tek stacioni I autobusit. It's about 10 minutes from the office. It's about 10 minutes from the office. Është rreth 10 minuta larg nga zyra. Pra office. Office, zyra. I like starting my day with a clear plan. Clear plan. Clear plan. Plan I qartë. I like starting my day with a clear plan. Më pëlqen ta filloj ditën time me një plan të qartë. And a calm mind. Calm mind. Calm mind do të thotë mendje e qetë. Atëherë, ti përsërisim edhe një herë fjalët e reja. Morning routine. Morning routine. Rutina e mëngjesit. Atëherë, në shkollë, fjalorin e ri ne e bëjmë në këtë lloj forme. Shkruajmë, pra e ndajmë me 3 rreshta. Kolona e parë është si shkruhet, bëjmë kolonën e dytë si shqiptohet dhe kolonën e tretë si përkthehet në gjuhën shqipe. Pra, morning routine. Morning routine. Rutina e mëngjesit. Weekday. Weekday. Ditë jave. Wake up. Wake up. Zgjohem. Wake up, zgjohem. Turn off. Turn off. Turn off. Fik. Pra kur fik televizorin. Turn off the TV. Turn off the alarm. Pra fik. Alarm. Alarm. Alarmi. Just stay. Just stay. Thjesht rri ose thjesht qëndroj apo vetëm qëndroj. For a few. A few. A few përkthehet pak. For a few minutes, për pak minuta. Then. Then. Pastaj ose atëherë. I had to the. Had to the. Had to the. Drejtohem për nga. I had to the bathroom. To brush. Brush. Brush përkthehet laj, por përdoret tek dhëmbët për shembull. Brush my teeth. Laj ose pastroj dhëmbët. And wash. Wash. Edhe kjo është laj, por përdoret për fytyrën. Wash my face. Laj fytyrën. After that. After that. Pas asaj, ose pas kësaj. Usually. Usually. Zakonisht. After that, I usually make a quick breakfast. Quick breakfast. Quick breakfast, mëngjes I shpejt. Toast. Toast. Bukë e thekur. While. While. Ndërsa. Check the news. Check the news. Kontrolloj lajmet ose shoh lajmet. Scroll. Scroll. Kontrolloj në internet ose lëviz videot lart e poshtë. Through. Through. Përmes ose nëpërmjet. Social media. Social media. Media sociale. Around. Around. Rreth. Around 7:15.
ose around 7:15, pra rreth orës 7:15. I get dressed. Get dressed. Get dressed, vishem. Pack my bag. Pack my bag. Paketoj çantën time. Leave the house. Leave the house. Leave the house. Largohem nga shtëpia. Office. Office. Zyrë. Clear plan. Clear plan. Plan i qartë. Calm mind. Calm mind. Mendje e qetë. Atëherë, këto ishin fjalët e reja. Tani do ta lexojmë edhe një herë pjesën, pra një herë të fundit, ta lexojmë dhe ta përkthejmë. Morning routine. Every weekday, I wake up at 6:30 a.m. The first thing I do is turn off my alarm and just stay for a few minutes. Then I head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. After that, I usually make a quick breakfast, a toast and a cup of coffee. While I eat, I check the news or scroll through social media. Around 7:15, I get dressed and pack my bag for work. I leave the house by 7:45 and I usually walk to the bus stop. It's about 10 minutes from the office. I like starting my day with a clear plan and a calm mind. Rutina e mëngjesit. Çdo ditëjavë, unë zgjohem në orën 6:30 të mëngjesit. Gjëja e parë që bëj është të fik alarmin dhe më pas thjesht qëndroj për pak minuta. Më pas drejtohem për nga banjoja për të larë dhëmbët dhe për të larë fytyrën. Pas kësaj, unë zakonisht përgatis një mëngjes të shpejt ose bë një mëngjes të shpejt. Për shembull një bukë të thekur dhe një filxhan kafe. Ndërsa jam duke ngrënë, unë shoh lajmet ose kontrolloj nëpër video të ndryshme në mediat e mia sociale. Rreth orës 7:15, unë vishem dhe paketoj çantën për në punë. Unë largohem nga shtëpia rreth orës 7:45 dhe zakonisht eci në këmbë për tek stacioni i autobusit. Është rreth 10 minuta larg nga zyra. Unë pëlqej ta filloj ditën time me një plan të qartë dhe një mendje të qetë. Atëherë miq, sikurse e tham në fillim, është me rëndësi të veçantë që fjalët e reja të përsëriten me z, pra pjesa të lexohet, të punohet me fjalorin e ri, pra nuk është aq e thjeshtë që ta përvetësosh një pjesë të caktuar, edhe pse nuk ka fjalor shumë të avancuar, sepse fjalët e reja duhen përsëritur dhe duhen mësuar qysh në fillim në mënyrën e duhur. Dhe fjalët e reja do të ishte mirë që të mos i mësojmë thjesht me mendje, por t'i përsërisim me z. Pra, fillimisht ta lexojmë një herë pjesën, të nxjerrim fjalët e reja, të përsërisim fjalët e reja shumë herë derisa ta kuptojmë që i kemi shqiptuar ashtu si duhet, dhe më pas fillojmë ta dëgjojmë sërish videon dhe në fund të bëjmë një krahasim. Pra, a jemi duke e lexuar sipas mënyrës që lexohet në video? Dhe nëse po, do të thotë që e kemi përvetësuar edhe fjalorin e ri, edhe mënyrën e ndërtimit fjalive. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon tjetër.